Ministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në Berat, ku prezantoi kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në këtë qark, theksoi rëndësinë e mundësisë që ka Shqipëria për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian. Rama deklaroi se hyrja në Bashkimin Evropian nuk është një çështje partjake, por një interes i përbashkët për të gjithë qytetarët, pavarësisht ngjyrës politike. Ai nënvizoi se ajo që ka rëndësi është angazhimi për të realizuar këtë qëllim, duke theksuar se për këtë qëllim është ndërtuar një rrjet i fortë njohjesh që mundëson hapjen e mundësive për të arritur këtë objektiv historik për vendin. Aktuale që ne të bëhemi anëtar të Bashkimit Evropian. Ka qenë gjithmonë që është ditën e parë perspektiva dhe ju e keni dëgjuar, ata që janë më të rritur këtu e kanë dëgjuar nuk e di sa herë kur kanë ndjekur ose kanë lexuar udhëheqësit evropian, perspektiva juaj është Bashkimi Evropian, e ardhmja juaj është Bashkimi Evropian, horizonti juaj është Europa. Njësoj na u bë gati si ai horizonti kuq atëherë që e di Fadili atë, që një ditë do. Mirë po, asnjëherë nuk në ka ardhur si një mundësi e prekshme për ne. Gjithmonë kemi thënë, do punojmë, do vazhdojmë, do përpiqemi, do bëjmë reforma, do bëjmë punën, do bëjmë detyrat, sepse një ditë do t'ja dalim. Por asnjëherë dita nuk na ka ardhur para syve. Sot na ka ardhur dita para syve dhe sot na ka ardhur zogu në dorë. Sepse janë përputhur yjet e fatit të Europës dhe yjet e fatit të Shqipërisë janë përputhur bashkë. Ne gjithmonë e kemi pasur shumë të qartë. Dhe gjithmonë jemi përpjekur të jemi gati kur të vijë kjo ditë, por ama ju e mbani mend shumë mirë. Ne avanconim, bënim detyrat, Komisioni Evropian thoshte po, i keni bërë detyrat, i propozonte sa e ke hapur të dojë. Çfarë hapi e ke bërë? Thash më morim futin në Europë që sot. Sa e ke hapur. Mirë po më shbërë si fiksim se në të gjitha takimet që kemi bërë gjithmonë është dikur që hap gojen edhe po ndodhi që s'po hap në njëri the bore ka në gjë që shkon këtu. Po e di çfarë hapje. Po janë të ca që hapi shumë, e lëshojnë të nofullën poshtë dhe sytë lartë, aty thua qa po ndodh. Nëjse. Pra, është një përputhje që nuk lidhet thjesht me çfarë duam ne, sepse një qeveri këtu jo Hollanda, jo po se shiko, i kanë bërë, po si kanë bërë tamam. Se Hollanda kisha ardhin në zgjedhjet veta. Sa mbaruan zgjedhjet në Hollandë, ne nuk kishim më problemet që ata thoshin që kishim. Jo Franca, jo tjetri. Tani të gjithë janë sinkron që duhet ta fusim Shqipërinë në BE. Dhe kjo është kaq e qartë dhe kaq e konkretizuar në një fakt që është i jashtëzakonshëm për të përdorur fjalën që ka qef Ervini, i jashtëzakonshëm. Që është që ne na është dhënë një kalendar pune deri në 2027 për të mbyllur negociatën. Tani ka disa që thonë, po pse tani 12 vjet nuk ju maftuan juve që ti ta bëni këtë punë, tani doni prap se ti po na mashtron etj etj. Tani unë nuk mashtroj asnjëri, edhe e kam thënë dhe përsëris, nëse nuk do t'ishte kjo sfidë, nuk besoj se do kisha këtë zjarr të brendshëm për të vazhduar të bëj këtë punë. Por me që po diskutojmë kozgjatjen, lejoni t'ju them që Mali i Zi i ka hapur negociatat në vitin 2012. Dhe sot është krah për krah me ne, sepse plani
ose qëllimi i Bashkimit Evropian është që të fusin 2 vende të reja, të bëjnë 2 antarë të rinj të BE-s dhe këta janë Shqipëria dhe Malizi.